E di edhe jetën e perëndimit, edhe di jetën këtushit, po me marrë do rrethona janë të barabarta. Jo, unë e kam biznisin privat, nuk e shoh keq edhe pse jam vështirësit, po duhesh më mundu për me fitu, nuk ka keq. Kem tesha butika edhe i kem do kafeteri kështu. Sa punëtori ki gjithsej? Gjithësi janë 15. Na krejt lakmuën që në Gjermani ka rroga të mira, po edhe ka punë shumë atje. Bos paga është mesatare, njëjtë. Për afërsisht edhe atje 2000 euro nuk i marrin më shumë. Unë jam më i kënaqur që janë 15 punëtorë që marrin rroga, kanë më kthy. Si arritete deri këto? Me njës me punë. Unë jam konë edhe jashtë si mësafir kështu, jo një herë, po jam konë 10 herë, e di edhe jetën e perëndimit, edhe di jetën këtushit, po me marrë do rrethona janë të barabarta. Këtu e maknatësi me nejtë si atje. Po që barabartë në perëndima? Pa me marrë hargjimet, çka i bujnë atje, edhe rrogat vjen si mesatare, e njëjtë. Rrogat, si isha rrogat e këto? Me qenë se pas kështë ti të dha ne? Jo, unë e kam biznisin privat, nuk e shoh keq edhe pse jam vështirësit, po duhesh më mundu për me fitu, nuk ka keq. Çfarë biznesi kene? Urna? Çfarë biznesi në çmoj me ditë? Kem tesha butika edhe i kem do kafeteri kështu. Sa punëtori ki gjithsej? Përgjithësi janë 15. 15 punë. Po. Ata janë të kënaqur me mua. Të pyet kash, ai pagun sa e meritojnë? Shiqa, kur janë të kënaqur, do me thonë se i paguaj sa e meritojnë. Sa është paga minimale të me orë punuën e shtashtë? Si e kanë bëhe pej qërshore, Ka shafi që të vetës? cilët 500. Që kanë bo me leq? E mjaftueshme? Po. Por për punën që e bojnë, për momentin, Po. e mjaftueshme është. Arsyeja që të tregoj, na krejt lakmuën që në Gjermani ka rroga të mira. Mirë ka, po edhe ka punë shumë atje. Da mon krahasimi i punës, i këtushit, edhe i punës të Gjermanisë, bos paga është mesatare, njëjtë. Si aty. Mirë po, da rrethonat tjera janë që po lakmuën, a pedim, janë sigurimet, po edhe këtu presë ato duhet më bo. E sa është paga minimale në Gjermani edhe? Nuk e di, veç për afërsisht edhe atje 2000 euro nuk i marrin më shumë, po bujnë punë prej 6 deri në 6 mbrëmje. Që të sjellë 2000 euro. Me qenë se nuk e shaf vetë, sa ki hargjime të si pranar? Që me marrë me këqyra ato fitimet janë shumë të vogla, se janë hargjimet mëdha, kur të llogarit popullsinë, se veç një numër i madh veç u largue, do me thonë që nuk është ajo fluksi që shka qe para 4-5 vite në për rrugë peshe edhe këtu, edhe ishe do anë nuk është fitimi. Shumë është i vogël, po do është më koni kënaqur si janë vend tonë. Unë jam më i kënaqur që janë 15 punëtorë që marrin rroga. Më i kënaqur janë që kem krijuar vendet punës për ta. Edhe unë që e marr një rrugë, ashta pak diçka më të madh jam i kënaqur, sepse 15 familje marrin prej çatyne lokale. E që ajo është knatësia me madhe. Nuk është interesant veç për veti, po shumë është interesant që me krijuar edhe dikush me marr. A ki të rritë të punësum, po, se me qenë se po na ikën të rritë shumë jashtë, po thonë që të s'po ka Po punë. zakonisht këtu e në ami që të rritët me tone. Këtu ose po ka punë e po zgjedhen, ose për një mes po ka punë për ta ose po këtë mirë që po e lëshojnë vendin, çka Unë edhe mendon? tash edhe më herë. Nëse dojnë me punu, ka punë këtu sa dush. A zgjedhen, a mendon që zgjedhen? Zgjedhin shumë. Unë e kam marrë punëtorë shumë, a mo shumë zgjedhin. Edhe nuk e dojnë aq punën sa duhet për me deshtë. Arsyeja është se ndoshta 70%, jo për shkak të kushteve apo të pagës, sa e pranon çat pagë. Po kur ti bën 2 muaj ditë mërzitet, edhe mendimi i tyre është po dal jashtë. Nuk e shohun që ka me gjetë më mirë. Po ne të provoj. Mirë, po unë e di që ka marrë kua shumë shpejt edhe kanë më Si kthy. arritete deri këto? Me njës me punë. Me punë, me njës. Sa ka qenë e vështirë, atë për E vështirë është normal, ti duhesh me fillu prej cerrësh edhe ka pak kur e ki nej cilin ku ki me më rrit, duhesh me arrit. A ka shkëmendja me hop jashtë Kosovës? Çka me ha? E biznes, me qenë se Jo. pas kështë shumë. Jo, se nuk ka shkallaj jashtë me pas biznis, për arsye se duhesh me pas mjeti shumë dhaja. Mirë, po tash e bojnë këta të mlojt. Që janë që kanë bizniset mëdha, bojnë edhe jashtë, se ka më konë si të shbasi Evropa janë njëjtë. Mirë, po unë mendoj këtu me rrit hala biznisin për shkak se veç me rrit numrin e punëtorëve më shumë. Allah të kohë, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju. Vendi është perfekt. Perfekte. Njerëzit duhet ndryshojnë. Njerëzit. Duhet ndryshojnë mentalitetin, po problemi është që gjatë fillojnë nga naltë poshtë, të rregullohen. Kjo është më rëndësi. Po ndryshe A jetoni këtu? këtu dhe, Prishtinë dhe këtu punoj. Këtu punoni.
Po. Dhe në Gurbeta e kone herë. 15 vite Gurbeti kam. E ke lëshu Gurbetën? Pse? Pse shkuve një herë trega, me tani pse e lëshuve? Kur kam shku ka qenë kohët e vështira. Viti 92 ka qenë. Edhe 8 vite kam qenë të parë fare në Kosovë. Pas 8 vite, ju marrë. Dhe me thonë 8 vite nuk e ke pa Kosovën me sy as familjen, apo e kone? Edhe familjen këtu e ke pas? Po qysh mujta? Po më kritikojnë për këtë. Pse u ktheve? U ktheva jo medalist dhe du vendin tim pa tjetër, dhe do të du prap, po jo edhe disa njerëz, edhe mos them disa njerëz, po mentaliteti, shoqëria, gjërat që duhet ndryshojnë pa tjetër. A mendoj Pa që tjetër. me mentalitet jemi më mbrapa, po qysh? Shiko, unë mendoj që kohët fundit njështë shku mbrapa. Jem të bë jo progres, por regres. A më është me thonë, me specifiku 3 gjëra? Gjërat Pse? kryesore. Unë jam Kryesore. jam magjistri i farmacisë. Mjekësia është niveli më të ulët. Drejtësia gjithashtu. Arsimi e dimo testin PISA, ku kemë përfundu. Gjëra që çdo njeri që është real i dallon. To s'më pëlqejnë fare, se nuk më pas shef që vendi jonë që ku mbetet në durë tona dhe në administrimin e vetë shqiptarit për Kosovën, do të bëhet shumë më mirë. Për këtë arsye e kom çu perëndimin pas disa vite. A je peshman? Shiko. Ta thonë, unë jam realist, më duhet me thonë se po, pas kësaj po. Pas kësaj po. Nuk kemi Me kënaqur. të jep S'jam i kënaqur. mundësia ishe shku prap? Unë mundem me shku, se nuk kam diplom gjerman atje, mundem me shku. Prap, po është mosha, familja këtu, fëmijët, kështu që. E mas nuk ke me diplom rrëse për na vyshe. Jo, unë e vyj, se këtu dinë qytetarë shumë mirë, sa vyjon. Këtu kontribuoj shumë, kam përvojën që kam marrë për gjermanistë të kom sjell. Këj shumë punë, ju dalë njerëzve në ndihmë. Shërbimet, më të them, të ndryshme sa i përket mjekësisë, edhe të volitshme, pa diskutim. Mirë, po gjërat do të shkojnë më marrë më mirë. Pa Sa diskutim. ju i lidhën me profesionin? Me profesionin, 100%. Me profesionin ki fjalë, Po, me punën që pa e bën. diskutim. Pa diskutim. E tregon Me gnatësi e punoj, po me gnaqër me atër kufet i kështë edhe pacienti, unë i qyj pacient, do ati gnaqër. Këpëtan.